u merrte njëri akt filmi dhe montoheshe këtu brenda. Akti i parë i filmit. Dhe filmi kalonte nëpër aparatur, kalonte në këtë pasqyrë, e cila ishte pasqyra ku dilte drita dhe këtu përpara ka pasur një objektiv të madh që sot nuk është. Dhe pasi bëheshe montimi i komplet filmit, filmin në fund, mbasi aparatura e merrte, mblidhej tek kjo kaseta tjetër. Dhe në çastin që ishte fundi i aktit të parë, neve e kishim montuar aktin e dytë tek pajisja tjetër. Këto pajisje kanë pasur në një formë të vëna, që nëse unë isha në këtë krah, duhet padon tjetër për të parë që ishte fundi i filmit tu që të bëja ndezjen e pajisjes tjetër. Dhe kështu shkonte me radhë i gjithë filmi, varet se sa akte kishte, mund të kishte 5, 7, 10 edhe më shumë, duke nisur akti i parë, i dyti edhe me radhë. Nëse montoi akti i parë, i dyti, këtu i treti, i katëri, i pesti, i gjashti deri në fund sa akte kishte filmi. Kurse sot që jemi këtu, nuk kemi më këtë lloj pajisjesh, por kemi pajisje më të re, Enerman 18, gjerman. Dhe filmi sot montohet në një bobinë të vetme. Tani do ju tregoj montimin e filmit në bobinat e aparatit të filmit 35 mm Enerman dhe bëhet gati për shfaqje. Procesi i filmit fillon me montimin e rregullt të mbledhjes së filmit, e cila kjo duhet vendosur në krahun tjetër. Dhe pjata vendoset këtu. Tani do marrim filmin dhe ky film pasi është kontrolluar nga vajzat e kontrollit të filmit, është lënë dhe filmi është lënë në fund, nuk është në fillim, e cila bën të mundur dhe bashkimin e filmit. Për të bërë bashkimin e këtij filmi që na dali në rregull, në fillim, fillojmë nga akti i dytë, meqense filmi është me 2 akte. Fillojmë nga akti i dytë, montojmë aktin e dytë, i cili është në fund. Do marrim bobinën e madhe, do ta vendosim në vendin e saj. Tani do marrim shiritin e filmit dhe do ta vendosim tek bobina e madhe. Bëjmë ndezjen e elektromotorit, e cila është elektronike dhe e komandojmë për të bërë mbledhjen. Do të hequr kjo ngjitja e vjetër. Gërvishet mund t'i ketë filmi, se normal mund t'janë filma të vjetër, nuk janë filma që janë bërë sot. Nëse filmi ka çarje, duhet ngjitur, riparuar ajo ngjitje dhe vazhdohet, montohet në aparaturë. Tu bëjmë bashkimin që të jetë në kuadër. Vendosim në krahun tjetër.
Tani pasi u bë dhe ngjitja, filmi mund të kalojë normalisht në aparaturë. Një kinomekanik i mirë duhet të jetë preciz në punën e tij dhe kinomekaniku duhet të ketë shumë kujdes në bashkimin e filmit, të mos prej filmin kuadrat. Nëse ai e pret filmin dhe del gjatë shfaqjes, del gjysmë. Pasi montuam aktin e dytë, do t'i heqim bishtin. Të bashkohen, të dali kuadër në kuadër. Këtu ku është bërë ngjitja, me bishti me filmin, po këtu neve do t'a heqim. Dhe tjetra është montimi i filmit. Nëse filmi montohet gabimisht, del që kur ti fillon shfaqjen, del me kokën poshtë filmi. Tani marrim aktin tjetër të filmit. Ky është akti numër 1, i cili bie të jetë fillimi i filmit. Dhe gjatë kalimit të filmit në bobinë, duhet parë nëse filmi ka të çara. Nëse filmi ka të çara, duhet ndalë dhe duhet ngjitur ato të çara. Për arsye se gjatë shfaqjes, kur kalon nëpër ingranazhet e aparaturës Enerman 18, krijon çarje dhe kputje të filmit. Po ashtu tani dhe me aktin numër 1 duhet t'i heqim bishtin. Vendosja e filmit në çastin që bëhet montimi, bëhet me kokë poshtë. Dhe pasqyrat që ka brenda, aparatura bën kthimin e saj në pamje të rregullt. Pjesa më delikate është tani bashkimi i filmit nga akti në akt, dhe filmi, kur bëhet bashkimi, duhet të korrespondojnë në të njëjtin krah. Për arsye se nëse shikoni pjesën e gjerë, këtu lart, tu është komplet kolona zanore quhet, e cila është zëri e gjithë kjo pjesa e bardha. Tani është e bardhë, mund të jetë dhe me një vizë ose 2 a 3 viza të donzeza dhe tregojnë kolonën zanore. Kur e marr këtë, domethënë shirit për ta ashtu montuar, më ashtu kujton ato vite kur unë e bëja. Që kisha kputje të filmit, jo siç e bëj sot që montohet i gjithë filmi këtu dhe shfaqet. Vetëm nëse është film më i gjatë që kalon, kjo mban deri në 10 akte, si puna kësaj. Nëse është një film më i gjatë, bëhet me 2 pjesë. Montohet njëra pjesë deri në fillim të kësaj dhe pjesa që mbetet në një bobinë tjetër. Dhe ndalohet filmi, montohet pjesa tjetër dhe vazhdon filmi përsëri. Tani po bëjmë bashkimin e tij. Dhe bashkimi u bë. Tani për të kuptuar se ku ndahet akti i parë me aktin e dytë, do t'i vendosim një ngjitse dhe shënojmë A1. Kjo montohet në këtë krah për arsye se këtu bëhet mbledhja e filmit pasi kalon nëpër aparaturën. Sot shumica e kinemave që bëjnë shfaqje me digital dhe kanë më të thjeshtë. Është më e thjeshtuar se sa të bësh një film me aparat projeksioni 35 mm. Tani do marrim pjesën tjetër ku është vendosur dhe filmi dhe do ta montojmë në krahun ku hoqëm bobinën bosh. Mendoj që ky profesion duhet të ruhet për arsye se bukurinë që ta jep me emocionet që të jep filmi në kinema dhe shfaqet me këtë lloj aparaturash, është një gjë shumë më e bukur se sa një film që ti mund ta shohësh me një projektor. Marrim shiritin për të bërë kalimin e tij nëpër aparaturë. Vazhdojmë montimin tek shoqëruesit. Tani kjo është pjesa ku do bëjmë montimin e filmit brenda aparaturës.
kanalet të tyre, që t'i bëjë dhe tregjen, mos bëjë putjen e filmit. Para se të kalojmë filmin në bobin, bëjmë ndezjen e aparaturës. Tani kalojmë filmin në aparaturë. Do bëjmë rregullimin e kraut tjetër për ta futur në freksion quhet, e cila bën dhe tregjen e filmit. Ky krah bën tregjen e filmit që e kalon filmin lart e kalon filmin në krahun tjetër. Tani jemi gati për ta ndezur aparatin. Vazhdojmë. Tani duhet të rregullojmë kuadrin. Filmi është film i vjetër dhe është film shumë i thatë, prandaj edhe bën to këcitje.